Fjala sot. Prit. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala sot. Dhe fjala për sot është prit. Kjo nuk është një fjalë që na pëlqen shumë, por kur presim diçka të bukur, koha e pritjes është e mbushur me një gëzim dhe kënaqësi. Në programin e sotëm do të flasim për një tjetër pritje që është më e rëndësishme e jetës sonë dhe për të cilën duhet të jemi gati dhe të përgatitur. Ndiqeni këtë program për të mësuar se ndërsa njerëzit jo besimtar presin fundin e botës dhe besojnë tek profetët e rrem që e parashikojnë atë, ata që e vënë besimin e tyre në Jezus Krishtin presin kthimin e tij të lavdishëm dhe jetën e përjetshme me të në qiell. Ka shumë ndryshim mes këtyre të dyjave dhe ne ju inkurajojmë të qëndroni me ne për të mësuar se cili është qëndrimi dhe pse ata që besojnë në Krishtin e konsiderojnë atë si privilegj. Mund të jetë shumë e vështirë për njerëzit të përgatiten për gjërat për të cilat nuk janë gati dhe nuk i presin. Kjo është një nga arsyet pse miliona e miliona njerëz në mbar botën kanë gjithmonë një dokument siguracioni. Ne e dimë se në një moment mund të ndodhë diçka negative, mund të ndodhë një katastrofë apo një problem, e duam të jemi të përgatitur për këtë. Në të njëjtën mënyrë, besimi i krishterë është siguracioni i tij. Është plani ynë për kohët kur gjërat shkojnë shumë keq. Çfarë mund të ndodhë? Ne mund të prekemi nga një sëmundje e rëndë. Mund të na shtyp makina. Nuk i dim të gjitha mënyrat e ndryshme se si mund të lëndohemi apo dëmtohemi, por ne dim një gjë. Ne jemi gati për të ardhmen në Jezu Krishtin dhe besimi ynë na siguron që, pavarësisht se çfarë na ndodh fizikisht, ne do të jemi mirë frymërisht dhe do të kemi një jetë të përjetshme në Jezusin. Një nga gjërat që do të ndodhë, për cilën duhet jemi të përgatitur, është rikthimi i Krishtit. Kjo nuk do të jetë një katastrofë, në kuptimin që nuk do të jetë diçka që do të na shkatërrojë e do të na lëndojë, por do të jetë e papritur për besimtarin dhe përfundimisht do t'u jap fund të gjitha planeve të tjera që kemi bërë. Dhe ne do të jemi gati për këtë. Shkrimi e bën shumë të qartë se ata që e duan Zotin Jezu Krisht, ata që e kanë vënë besimin dhe shpresën tek ai, ata që e kuptojnë se ai vdiq në kryq për mëkatet tona dhe që e adhurojnë atë si Perëndi, do të jenë përgatitur për rikthimin e tij. Këta janë besimtarët në Krishtin. Ata njerëz që e kanë mohuar Perëndin, ata që nuk e duan atë, ata që duan të jetojnë për dëshirat dhe lakmit mëkatare të mishit, nuk do të shpëtohen kur Krishti të kthehet përsëri. Ata duhet pendohen dhe nëse kjo gjë ju përshkruan ju, është për ju, atëherë duhet të bëheni të drejtë me Perëndin pikërisht tani. Ju duhet pendoheni për mëkatet tuaja, të largoheni prej mëkatit dhe t'ia dorëzoni jetën tuaj Zotit Jezus. Dëgjoni këtë përshkrim nga Luka kapitulli 12, ku flitet për rikthimin e Jezusit. Le të jenë ngjeshur ijet tuaja dhe llambat ndezur. Ngjajni atyre që presin zotrinë e tyre kur kthehet nga dasma për t'ja hapur derën sapo të vijë dhe të trokas. Lumë ata shërbëtor që zotria kur të kthehet do t'i gjejë zgjuar. Në të vërtetë po ju them se ai vetë do të ngjeshet dhe do t'i vendos ata në tryezë dhe ai vetë do të shërbej. Dhe nëse do të vijë në të dytën a në të tretën roj të natës dhe t'i gjej kështu, lumë ata shërbëtor. Por ta dini këtë, se po ta dinte i Zoti i shtëpisë, në cilën orë i vjen vjellësi, hajduti, do të rrinte zgjuar dhe nuk do të linte t'i shpërthenin shtëpinë. Edhe ju pra, jini gati, sepse biri njeriu do të vijë në ato orë që nuk e mendoni. Dëgjoni, ky paralajmërim është në fjalën e Perëndisë. Jezu Krishti do të vijë. Askush nuk mund ta parashikojë se kur do të ndodhë kjo gjë. Dhe me qëra fjala tek parashikimet, mua më duket qesharak fakti që profecit maja kanë tërhequr vëmendjen e njerëzve. Këto janë profecit që sugjeronin që
bota do të merrte fund në vitin 2012. Më vjen për qeshur kur dëgjoj gjëra të tilla. Më kujtohet se përgjatë epokave, shumë njerëz janë përpjekur të profetizojnë fundin e botës ose rikthimin e Jezusit. Këto janë gjëra të pakuptimta, por prapse prap njerëzit u jepnin shumë rëndësi, sikur të jenë gjëra apo parashikime të mrekullueshme. Është qesharake dhe këto janë të gjitha fjalë boshe. Shkrimi na mëson shumë qartë se askush nuk e di ditën e as orën, dhe nëse biri i njeriut, Jezusi, kur ishte këtu në tokë, nuk e dinte këtë informacion që e dinte vetëm Perëndia atë, dhe ai na e bën të ditur këtë, kush është ai njeri në mes të njerëzve mëkatar që mendon se është aq i zgjuar sa ta di këtë gjë? Majanët ishin njerëz të etur për gjak. Më kujtohet që kam parë rrënojat majane në Meksik dhe atje kishte një vend ku i prisnin kokën njerëzve kur bënin flijime. Ata pra ishin një popull pagan, i etur për gjak dhe mendonin se Perëndia i shkrimit do t'u zbulonte veten atyre. Mendonin se Perëndia që shpëton njerëzimin do t'u jepte atyre datën e fundit të botës? Sigurisht që jo. Më kujtohet një incident që tregon se sa marrëzi është të përpiqesh të gjykosh se kur do t'jetë fundi botës. Ky incident ka ndodhur në vitin e parë të shërbesës sime si pastor. Sapo kisha mbaruar seminarin dhe kisha disa muaj që isha në atë kish. Në kutinë e postës gjeta një libër të vogël me titull 88 arsye se përse rrëmbimi do të ndodhë në vitin 1988. Tani, në shkrim, rrëmbimi përmendet qartë vetëm një herë dhe në thelb, nëse ju donit mendoni për të si një ashensor hyjnor Perëndis në ditën e gjykimit, për të marrë në jetë përjetshme në qiell ata që janë shpëtuar, mendojeni kështu. Ka të bëjë me mënyrën se si ju e mendoni rrëmbimin. Por ky njeri hyri në detaje të hollësishme, duke u përpjekur të na jap data dhe referenca dhe thoshte se kishte zbuluar që rrëmbimi do të ndodhte në vitin 1988 dhe se kishte 88 arsye pse do të ndodhte. Imagjinoni të harxhoni kohë dhe përpjekje për të zbuluar 88 arsye për të mbështetur konkluzionin se rrëmbimi do të ndodhte në vitin 88. E ngrita këtë libër para kishës sime dhe thash: njerëz Perëndis, kur të vi viti 1989, ne do të qeshim me këtë njeri sepse ai është një profet i rrem. Ai po përpiqet të parashikojë nga fjala e Perëndis diçka që na thuhet se nuk mund parashikohet. Dhe sigurisht, kur erdhi viti 1989, unë e ngrita përsëri librin para kishës dhe thash: dëgjoni, një dështim tjetër i një personi që u përpoq të llogariste se kur do të rikthehej Zoti Jezus. Ne kemi shumë gjëra më të rëndësishme për të bërë se sa të përpiqemi të zbulojmë planin dhe kohën e Perëndis. Ne duhet të ndajmë lajmin e çmuar të Jezu Krishtit me njerëzit rreth nesh. Ju njihni njerëz që nuk e kanë pranuar ende atë si Zotin e tyre. Këta njerëz do të jenë të humbur dhe do ta kalojnë përjetësinë të ndarë nga Perëndia nëse ju nuk flisni me ta. Dhe nëse ju vetë jeni në këtë grup njerëzish, rëra është duke rrjedhur në orën e rërës. Koha nuk pret. Ju nuk do të keni shumë kohë për t'u penduar dhe për t'u larguar nga mëkati juaj. Shkrimi është shumë i qartë kur thotë që kthimi i Jezu Krishtit do të jetë i papritur, i befasishëm. Do të jetë si një vetëtim që ndriçon nga lindja drejt perëndimit. Ju nuk do të keni mundësi ta bëni këtë më vonë. Dhe kjo është shumë e rëndësishme se sa të përpiqeni të gjeni datat apo të shikoni politikën e botës. Ju kujtohet se si në vitet 60-70, Bashkimi Sovjetik shihej nga shumë të krishterë si një perandori e së keqes që frymërisht do të përfshihej në Armagedon dhe se e gjitha kjo ishte pjesë e fundit kohërave. Çfarë ndodhi me gjithat profeci? Çfarë ndodhi me gjitha ato parashikime? Ishin të gjitha gjepura, sepse përsëris është e pamundur të përcaktosh kohën e rikthimit të Jezusit. Në vend të bëni këtë, është shumë herë më mirë që ju vetë të jeni të përgatitur. Njësoj si apostujt kur dolën predikonin lajmin e mirë të Jezusit menjëherë pas ringjalljes së tij. A e kuptoni se mënyra më e mirë për të qenë përgatitur për kthimin e Jezusit është
ti shërbeni atij dhe ta adhuroni atë? Mënyra më e mirë është të dilni dhe të ndani dëshminë tuaj me të tjerët, ta ndani me ta dashurinë e Jezu Krishtit dhe të tregoni përmes veprimeve tuaja se e bëni gjithë këtë në emër të Tij, në emër të Zotit. E gjitha kjo është përgatitje. Kur njerëzit nuk përfshihen aktivisht në betejë, kur nuk luftojnë në luftë, nuk duhet të rrinë të presin sa të fillojnë bombardimet apo sa të fillojnë të shtënat me armë. Ata trajnohen dhe përgatiten. Në të njëjtën mënyrë, edhe ju duhet të përgatiteni për kthimin e Krishtit. Një nga gjërat që është interesante në këto tekste, pasazhe që flasin për rikthimin e zotërisë në një kohë që nuk e di askush, janë shpërblimet që u jepen shërbëtorëve që janë gati, duke pritur, dhe gjykimi e dënimi e atyre që e kanë shpërfillur atë dhe që nuk janë përgatitur. Ne duhet jemi të përgatitur për kthimin e Jezusit. Ashtu si një siguracion, edhe besimi ynë do të na mbrojë, por vetëm nëse ne e marrim seriozisht këtë gjë, vetëm nëse në brendësi të zemrës sonë ne besojmë vërtet. Ne duhet t'ia përkushtojmë veten tonë dhe jetën tonë emrit të Jezusit. Kur ishim të vegjël, ne luanim sy mbyllur azi dhe thonim: "Jeni gati që unë të vi t'ju gjej?" Kështu do të jetë edhe kthimi i Jezusit. Prandaj, duhet jemi të përgatitur. Pendoseni në zemrën dhe mendjen tuaj se nuk do të kapeni në befasi, se do të pendoheni për mëkatin tuaj dhe do të jeni gati kur Zoti Jezu Krisht të kthehet në lavdi me gjithë ëngjëjt e Tij. Miq të programit ton, ne lutemi që sot ju të merrni vendimin më të rëndësishëm të jetës suaj, i cili do të ndryshojë jo vetëm këtë kohë pritje të së tashmes, por edhe të ardhmen tuaj. Vendosni sot në zemër dhe në mendje se do të pendoheni për mëkatin tuaj dhe do t'ia dorëzoni jetën tuaj Jezus Krishtit, që të shijoni një përjetësi me të në qiell. Për të mësuar më shumë për këtë, dhe nëse doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare të WR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email të wralbania@gmail.com. Këtë program mund ta dëgjoni në YouTube në kanalin të WR Albania, playlista Fjala Sot.